Aeroporti i Kukësit, inauguruar në vitin 2021 si një nga investimet më të rëndësishme në infrastrukturën ajrore të vendit, vijon të mbetet jashtë funksionit. 4 vite më pas, aeroporti nuk pa arrin të përmbush misionin për të cilin u ndërtua. Gjatë vitit 2025 nuk është regjistruar asnjë fluturim komercial. Aktiviteti në aeroport mbetet i pezulluar, ndërsa institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë publik asnjë afat për rikthimin e fluturimeve. Në muajt e fundit është diskutuar mundësia e krijimit të një kompanie ajrore shqiptaro-kosovare, e cila do të mund të operonte nga aeroporti i Kukësit. Paralelisht është porositur edhe një studim fizibiliteti me vlerë rreth 162.000 euro me synim për të përcaktuar perspektivën e zhvillimit të aeroportit. Megjithatë, deri më tani nuk ka asnjë vendim konkret që garanton rifillimin e operimit. Ndërkohë një investim i konsiderueshëm publik vijon të mbetet i pashfrytëzuar. Banorët e Kukësit dhe bizneset e zonës, së cilët pritën që aeroporti të sillte zhvillim ekonomik, rritje të turizmit dhe vende të reja pune, ende nuk kanë parë përfitimet e premtuara. Në të njëjtën kohë, ndërtimi i aeroportit të Vlorës po i afrohet përfundimit. Megjithatë, përvoja e aeroportit të Kukësit ka ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si do të garantohet funksionimi i aeroportit të ri. Ekspertët theksojnë se suksesi i një aeroporti nuk matet vetëm me ndërtimin e tij, por me aftësinë për të tërhequr kompanitë ajrore, për të siguruar fluturime të rregullta dhe për të qenë ekonomikisht i qëndrueshëm. Në të kundërt, ekziston rreziku që edhe investimet të tjera të rëndësishme të përballen me sfida të ngjashme me ato të aeroportit të Kukësit.